Pas dakordësisë me Hamasin dhe miratimit nga qeveria izraelite, ka nisur prej 2 ditësh lirimi të burgosurve palestinez për të shkëmbyer me pengjet izraelite të mbajtura në Gaza, siç përcaktohet në planin e paqes. Qindra oficerë izraelit po transferojnë gati 2000 persona në 5 burgje, nga të cilët 250 të dënuar me burgim të përjetshëm dhe 1700 banor të Gazës të arrestuar pas sulmeve të 7 tetorit. Pas të burgosurve, Hamasi deri të hënën duhet të dorëzojë të gjithë pengjet izraelite, 20 të gjallë dhe 28 të vdekur. Mira njerëz kanë nisur të kthehen në shtëpitë e tyre në veri të Gazës, teksa ka hyrë në fuqi armë pushimi menjëherë pasi marrëveshja me Hamasin mori okej dhe të qeverisë izraelite. Ndërkohë IDF përfundoi dhe fazën e parë të tërheqjes nga enklava. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump shprehu besim në armë pushimi në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit. Do të qëndroj, unë besoj se do të qëndroj, ata janë të lodhur nga luftimet, u tha Trump gazetarëve, duke konfirmuar qëllimin e tij për të udhëtuar në Izrael dhe Egjipt këtë fundjavë. Nga ana tjetër, Hamasi, Xhihadi Islamik dhe Fronti Popullor për çlirimin e Palestinës kanë ndryshuar një deklaratë, duke thënë se nuk do të pranojnë asnjë dominim të huaj në ripin e Gazës sipas planit të paqes. Qeverisja e Gazës është një çështje palestineze, deklaruan milicit në deklaratën e tyre. Ndërkohë, deri në 200 trupa amerikanë që ndodhen tashmë në lindjen e mesme do të zhvendosen në Izrael për të ndihmuar në monitorimin e armë pushimit në Gaza. Trupat do të jenë pjesë e një task force që do të krijohet me disa vende të tjera me qëllim monitorimin e armë pushimit në Gaza.